Listen, oh, the song here in my heart. Prit. Jo, po e një gjoj. But can't complete. Që ka si ty, mezzo. Oh, the time has come for my dreams to yearn. They will not be pushed aside and turned into your own. All 'cause you won't listen. Pa. Alo? Det, ku je? Se di, 20. Për të qenë zë i plot është zë i plot. Por një lloj impostimi çuditshëm vokal, nuk i di. E po mirë atë. Mosha, unë besoj rreth 22-23. Them unë. 25-26 them unë. Unë mendoj që është me kaçurela. Unë mendoj që është me flok të kuqe. I thosh se mu do gjëgjoni. Pa kujti nga buqela. Ja, pa kujti partizani. Apo fjala partizan. Lutem nga buqela. Kthehemi te goca, se tash është bërë shumë i çuditshëm kjo pjesë kështu e voice-it. S'ka kishte ndodhur ndonjëherë. S'ka problema, mund dali vajza nga kuvlia? Po. Nga kutia e votimeve dil goca. Da hapën kutia. Shëndetje. Keke me kaçurela. Hajde këtu. E, po kishe nga rrumë. Hajde keqe. E, për shësta i mirë që. Ja, kjo do të thot. Kjo është surpriza. Kjo është surprizë. Ja, unë heq dorë nga profesioni. Do të thotë që në këtë moshë janë këto tani ngatrohen. Quni, sa vjeç je? 15, shumë i vogël. Po i vogël pra. Wow. Po Çuni, dale çka themi Çuni, ke emër ti? Çuni Trem Krasniqi. Sashti besoj se të gjithë jemi sepse i diskutuam gjërat edhe po mirë, bën ti ka. Jo, ne i diskutuam gjërat, po i diskutuam duke menduar që është një vajzë. S'ka problem. Normalisht. Tek shkolla e muzikës Amadeus. Amadeus, Jam edhe në shkollë të mes me Prenk Jakov. Në Prenk Jakov, aty ku kam bërë. Edhe po të kishte qenë vajzë dhe ta kishin parë, ose ta kishin parë prapë, po të njëjtat gjëra do mënyrat ndryshon sepse një mashkull në regjistër femër, edhe çfarë lisën Beyoncé, këtu ndryshon loja. Megjithatë, problemet qëndrojnë absolutisht po. Po mos harro që një shtrirje e tillë, sepse ne shohim një moment fallceti, po një mashkull. Po, tash ti na ndryshon komplet. Megjithatë, jo, një ndryshim totalisht 100% ndodhi, por është vërtet. Tash ti ishte për ndonjë vajzë, kishim thënë që probleme me falsetin, po kur është puna tek Çuni, se na ke befasu kështu më. Shko dhe njerë mbrapa vës, këndoj edhe njerë këngën që ne dim tani që e Çunti edhe gjykojmë ndryshëm. Sido që t'jetë, suksese, falënderit që na dhe knatësin. Mirupafshim, falënderit. Qëndrino, ti këndove si gotat, po qëndrove si burrat, kjo është e rëndësishme, okej? Unë jam i bindur që do të shoh prapë. Kështu që pa shpat edhe vazhdo të ndihmësh ndër.
Ky ishte qëndrimi, 15 vjeçari nga Prishtina, i cili studion për kanto dhe idolli i tij është Beyoncé. Na futet surprize. Dhe ky që më thot mu pas ka zërin si ty. Po si ti e kishe? Po në fillim ashtu filloj ai. Nuk më pëlqen alkool. Do rishurt? No, se whisky, so